pasur vetëm 4 zona urbane me ujë 24 orë, kur ne morëm detyrën. Dhe nuk ka pasur ujë 24 orë Shqipëria kur asnjëherë. Sot janë 43 zona urbane me ujë 24 orë dhe 98 rurale. Dhe janë 11 kantiere në punë për të shtuar edhe 11 zona tjera, pra për të bërë faktikisht 54 zona urbane. Dhe mungojnë pastaj shumë pak, ndërkohë që gjithë pjesa e banuar dhe e populluar e Shqipërisë do të ketë 24 orë ujë totalisht, siç ka sot pjesa më e madhe. Kuptove? Nuk kemi drita ne a thu, unë them që je gabim shumë, po je gabim fare. Mbase ke hik në kohën kur ishte me gjenerator Shqipëria, kur ne morëm detyrën që ishin gjeneratorët në çdo hap, kur dilje në Tiranë, e lëre më nëpër qytete, ku humbje në ndonjë grop rrugës, po të ktheheshe natën në shtëpi. Po sot është ndryshe, më vjen keq. Qa nuk kemi tjetër sipas teje? Nuk kemi ilaçe. Si s'kemi ilaçe? Po shikoja shifrat e 2024-s, 210.000 pensionistë janë rimbursuar 100% për ilaçet. Dhe jo vetëm kemi ilaçe, po i kemi mesatarisht 30% më të lira se sa kur ne morëm detyrën, që ta dishti. Megjithëse shumë gjëra janë shtrenjtuar, mesatarisht i kemi 30% më të lira ilaçet. Kuptove, Goni? Ndërsa përsa i përket bukës, pastaj aty ndahemi fare bashkë dhe nuk kemi ç'a flasim më. Boj shkollë europiane në vendit tënd, thot Arlindi, s'ka pse largohet nga trulli dhe gjua mëm. Arlind, jetojmë në një botë të re, Arlind, nuk jemi në bunkerin e Verogjës. Jetojmë në një botë të re, jetojmë në Europë. Dhe duhet jemi dhe do t'jemi pjesë e Europës. Me hyrjen në Bashkimin Evropian, ne bëhemi qytetar të një Shqipërie që është e madhe sa Bashkimi Evropian. Dhe Bashkimi Evropian bëhet i vogël sa Shqipëria, në kuptimin që ne jo vetëm lëvizim lirisht, po dhe ndalojmë ku duam, sepse sot për sot lëvizim pa viza, po ama nuk ndalojmë dot ku duam. Sot për sot lëvizim pa viza, po kur zbresim në një aeroport të Bashkimit Evropian, apo kur shkojmë në një pikë doganore në port, ose toksore, na thonë dilni çik, hape pak kraun, futën çik ka i koridori tjetër aty, edhe del ai polici që të çel pasaportën kështu, e vë nga drita se mos është falso, edhe fillon pyetjet.